Vepra e keqe me një jetë të mirë. A vlen? Nuk vlen. Po dikush ka mundësi që të mashtrohet dhe të mendon që ka mundësi të bëhet një vepër e tillë, si ka mundësi të ndodhë vepra e keqe. Nëse mendon dikush me vjedh, me një jetë me dhon sadaka. Një jetë është i mirë, me dhon sadaka, ama në çfarë mënyre? Me vjedh. Vjedhja është vepër e keqe. Me një jetë me dhon sadaka është një jetë i mirë. A vlen? Kështu një prej njerëzve e kishte bën një lloj matematike të këtij lloji me vepër të keqe me një jetë të mirë. Kishte menduar që ti vjedh 10 dirhem. Kjo është logjika dhe kjo është matematika e shejtanit. Thot unë i vjedh 10 dirhem dhe pastaj ato 10 dirhem i jap sadaka. Matematika e kësaj, llogaria e kësaj ku është? I vjedh 10 dirhem, çdo gjunah në islam numërohet 1. 10 dirhem, 10 gjunahe. Pastaj ato 10 dirhem i jap sadaka. Ama në islam veprat e mira shpërblen spaku 10. Tash kur jap unë 10 dirhem sadaka, sa llogariten? 100 sevape. Atëherë thot 10 gjunahe, 100 sevape. 100 minusoj me 10 gjunahe, 90 sevape gratis. Subhanallah. Çfarë matematikë është kjo? Kjo është matematikë e shejtanit.